Jo, unë nuk kam armik asnjë. Pse ta kemi armiku në Ali Ahmetin? Nuk e di pse. Unë asnjë armik nuk kam këtu në qytetin e Gostivarit dhe asnjë armik nuk kam në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, për arsye se unë kam bërë vetëm punë të mira dhe kam qenë gjithnjë në shërbimin e qytetarëve të mi edhe në përgjithësi edhe në shërbim të qytetarëve në nivelin republikan. Është e drejta e partive politike, po nuk mund t'i komandojnë votuesit dhe antarësi. Ju e dini shumë mirë si gazetar se Arben Taravari 10 vjet i ka ofenduar votuesit e BDI-s. I ka ofenduar udhëheqësit e BDI-s. Edhe unë nuk besoj se votuesit dhe qytetarët do t'i japin votën atyre, pa ato do t'i japin votën kandidatit i cili e meriton dhe që punon për të mirën e qytetit të Gostivarit. Nuk janë antarësia edhe votuesit me telekomand që t'i thotë shko voto. Ai do votone sipas bindjes vete, do votone që qyteti i tij të hecë përpara edhe ndërpritet shkatrimin që ja kanë shkaktuar qytetit të Gostivarit për 8 vjet të shkuar.